gjithave vajza dhe gratë Kavajës që jemi mbledhur sot në këtë sallë, që është më e vogël se salla që do donim, sepse kërkesa për të ardhur këtu, dëshira për të na u bashkuar këtu, ishte shumë e madhe dhe të gjitha ato gra që nuk mund të hyjnë në këtë sallë, i përshëndesim dhe i përqafojmë dhe e dim shumë mirë që janë me ne, me zemër, me mendje dhe me punën e tyre çdo ditë. Është kënaqësi e madhe që kemi sot këtu Edi Ramën, kryetarin e Partisë Socialiste, kryeministrin, i cili dëshmit e punës tij i ka dhënë kudo në për Shqipëri dhe për Shqipërinë, dhe në Kavaj ka dhënë dëshmit më të qarta që sa herë Partia Socialiste ka patur besim këtu, ka investuar për këtë komunitet kaq mikpritës, këtë komunitet qytetar, me identitet kaq të fortë, me shtrezime identiteti që meritojnë vëmendje, me investime në infrastrukturë e me gjithçka tjetër. Mezi e presim 11 majin për të dhënë shembullin më të fortë, që vajzat e gratë e Kavajës dhe të gjithë kavajësit që mendojnë për këtë vend, që duan të ecin përpara, që duan Shqipërinë europiane, që duan zhvillimin e komunitetit tyre, që nuk duan të kthehen në grop e në kënet, do votojnë për pesën, për Partinë Socialiste të Shqipërisë, për Edi Ramën. Bufi erdhi dje në Kavaj, me vrap, besoj e pat, dhe dha mesazhin më të shëmtuar, në një ditë të mirë, në ditën e Pashkve, në një ditë harmonie e tolerance, për cilën Kavaja shuhet, e është shuar ndër breza. Këtu ka shembuj të jashtëzakonshëm të bashkëtesës fetare, të mbrojtjes së të ardhurve, të mbrojtjes atyre që këtu kanë gjetur një stre, të bashkëtesës mes komuniteteve. Erdhi këtu, lëshoi helmin e tij në mënyrën më të shëmtuar të mundshme dhe iku prap, siç ka ikur gjithmonë nga Kavaja. Ka ardhur vetëm për të ngritur dy gishtat, për të përçar njerëzit dhe pastaj për t'ikur aty ku e ka vendin, dhe vendin më nuk e ka në parlament. Vendin e ka diku tjetër dhe ka krijuar aleancën sot anti-drejtësi, anti-SPAK, anti-Shqipëri, për ta marrë peng Shqipërinë, po si Adel dot se ka mbetur shumë pas. As partinë e tij nuk e nxori dot nga gropa. Në fakt, dhe është fakt, që ata janë në grop prej tij. Dhe sot zgjedhja është shumë e thjeshtë. Zgjedhja është o me interesin kombëtar, o me interesin e shqiptarëve, o për hallin e një njeriu të vetëm. O me Shqipërinë, o për hallin e një familje të vetme. O me Edi Ramën në Europë, o me ta në grop. Kjo është zgjedhja sot dhe nuk ka zgjedhje tjetër. Ju e dini shumë mirë, sepse ju nuk keni qenë kur burim për çarjeje. Klani, bajraktarizmi, njerëzisht fortë që duan të mbajnë me çdo mënyrë influencat e tyre në këtë zonë, për të ndarë interesat, kuptohet? Jo për këtë qytet, jo për njerëzit e këtij qyteti, jo për Shqipërinë, po për punë të tyre. Është kështu apo jo? Dhe gratë nuk kanë qenë, gratë dhe vajzat e Kavajës nuk kanë qenë asnjëherë pjesë saj. Dhe sot burrat më të mirë, burrat më të mençur, ata që dinë, ata që po punojnë përtej dasive politike, përtej llogoreve, përtej ndarjeve, përtej ngjyrave, po punojnë që në 11 maj ne këtu në Kavaj të nderohemi. Dhe ta nxjerrim Kavajën nga bishti ku e kanë lënë ata në krye të qarkut të Tiranës, siç e meriton. Ka dalë këtu edhe një kandidat me mbiemrin Roshi, apo jo? Roshi i Roshit tjetër. Nuk kam ndërmend të komentoj për ta, por nuk ka dëshmi më të qartë të hipokrizisë së kundërshtarëve tanë se kjo aleancë e panatyrshme. Hipokrizi e gjallë, sepse kur janë me ne,
janë kriminal të gjithë, kurse kur i mbajnë ata dhe kur zhyten në kënet, janë burrat mirë, letrin aty në kënet me njëri tjetrin, sepse ne do vazhdojmë përpara vetëm me Edi Ramën dhe zgjedhja është e qartë të radhë. O me Kavajën, o kundër saj, o me Shqipërinë, o në grop, o me Europën, o në kënet, nuk ka zgjidhje tjetër sot këtu. Unë kam shumë besim që qytetaria këtu, njerëzit që na mbështesin, ata që duan ndryshimin, ata që kuptojnë që Kavaja është gruaja, që Kamza është grua, që Rogozhina është grua, që Vora është grua, që Tirana është grua, që Shqipëria është grua, do ta ngjyrosin të gjithë hartën me ngjyrën tonë, me ngjyrën roz në 11 maj. Sepse ne nuk luftojmë për pushtetin si qëllim në vetvete, po ne luftojmë për pushtetin si mjet për të bërë punë të mira, për të patur këtë pasaportën europiane, pasaportën e dinjitetit të barabartë me çdo qytetar të Bashkimit Evropian. Që fëmijët tanë, që trinë tek këtij vendi, që ata që duan të punojnë, mos trajtohen ashtu siç janë trajtuar brezat e shqiptarëve në Itali, në Greqi e kudo, që ulnin kokën, që punonin në të zezë, që i keq trajtonin, që i ndanin veçmas në për aeroporte, në për punë, i shinin me dyshim se ishin shqiptar. Më në fund jemi në prag të Bashkimit Evropian, ta kalojmë atë derë, të hymë në atë port, të ulemi në atë tryez, ku nuk na ka sjell vetëm fati, po na ka sjell puna, na ka sjell 3 mandate të qeverisë Partisë Socialiste dhe Edi Ramës, na ka sjell ngritja e kokës Shqipërisë, elevimi i saj në nivelin e një vendi dinjitoz mes partnerëve tanë, dhe nuk përkon vetëm dëshira jonë që ka qenë gjithmonë, dëshira historike për të qenë pjesë e familjes tonë natyrale europiane, po përkon me interesin sot Bashkimit Evropian, që ka një plan të dakordsuar me qeverinë shqiptare. Brenda 2 viteve ne mbyllim negociata teknike me Bashkimin Evropian, i vëm një vull të madhe standardeve këtu për më shumë investime në infrastrukturë, për të rinjt, për fermerët, fonde, konektiviteti për Shqipërinë e të tjera, dinjitet për studentët tanë që mund studiojnë këtu, apo në vendet e Bashkimit Evropian, krejtësit barabartë, për të ngritur në një nivel të ri zhvillimi ekonomik, social, politik, me të drejta si të gjithë antarët, qytetarët e lirë të Bashkimit Evropian. Kjo pasaport është pasaporta e dinjitetit tonë si Evropian. Të votojmë të gjithë së bashku për këtë dinjitet, për këtë pasaport, për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, dhe ju të gjitha e dini shumë mirë, po t'ja themi dhe të tjerave e të tjerve të na bashkohen në rrugën tonë për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, që e bën vetëm Edi Rama dhe Partia Socialiste e Shqipërisë, Forca Kavaja 5, Partia Socialiste.